Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, mëshirëplotit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju, mbi të dashurit tuaj dhe mbi familjet e juaja. Të dashur vëllezër, të nderuara motra. Në shumë ligjërata keni dëgjuar se duaja është arma e besimtarit dhe kjo është realitet, sepse besimtari me dua dhe me lutje e ndron edhe caktimin e Zotit fuqiplot. Mirë po, shpesh e kemi dëgjuar se nuk po dim si dhe në çfarë kohe të bëjmë dua. Nuk po dim si të lutemi dhe çfarë kohe të gjejmë që Allahu të jetë më afër nesh. Allahu në Kur'an na ka mësuar dhe ka thënë: "Ud'uni astajib lakum." Lutmuni, unë ju përgjigjem. Prej gjitha krijesave që ne jetojmë me ta, të gjithë pa përjashtim, brenda jetës tonë, presin që ndonjëherë ne të gabojmë në raport me ta. I vetmi është krijuesi ynë, Allahu fuqiplot, i cili pret që ne të lutim atë. Dhe për këtë arsye na ka thënë: "Ud'uni astajib lakum." Lutmuni mua, unë ju përgjigjem. Kërkesa juaj do të miratohet, lutja juaj do të pranohet. Me që është kësaj, dietarët i kanë veçuar disa kohë dhe kanë thënë që feja na mëson se janë disa kohë në të cilat Allahu i ka veçuar dhe i ka dallu duan mua dhe ty më na e prano. Prej kohëve të favorshme dhe të veçanta për pranimin e duas, lutjeve tona, kërkesave tona janë në errësirën e natës, kur pjesa më e madhe e njerëzve janë në gjumë. Kur pjesa më e madhe e njerëzve janë në gjumë dhe ndoshta janë të vdekur. Disa prej tyre do të zgjohen, por disa do të mbesin në gjumë për të shkuar te Zoti. Në këtë moment zgjohu, në këtë moment ngriti duart, lutë Zotin, paraqite kërkesën tënde te Zoti, paraqite nevojën tënde te Zoti, shprehi nevojat tua tek Zoti, sepse dera e tij është e hapur për ty. E dyta është koha e syfyrit, të dashur vëllezër, të nderuara motra. Pejgamberi alayhis salam, shëmbulltyra ime dhe e juaja, ka thënë: "Zgjohuni në syfyr. Bëjni syfyrin, sepse syfyri sjell bereqet." Koha e syfyrit është kohë e veçantë, është kohë e bekuar, dhe ata që janë në të, në syfyr zgjuar me të vërtetë, janë të veçantë dhe të bekuar, sepse Allahu i madhruar këta është duke i shikuar dhe prej tyre është duke kërkuar që duat me ja pranuar. Në këtë moment Allahu i madhruar zbret me mëshirën e tij, zbret me butësinë e tij, zbret me rahmetin e tij dhe thot: "A ka kush që sot më lutet e unë t'i përgjigjem? A ka kush që kërkon falje sot dhe unë ta fal atë? Dhe a ka kush që lyp kërkon nga unë diçka e unë t'i jap atij?" Ky raport është mes teje dhe Zotit. E kur Allah premton diçka, patjetër që do ta bëj, patjetër që do të më ndihmoj, patjetër që do të na udhëzoj. Koha tjetër e veçantë për të bërë dua dhe lutje është koha e iftarit. Të dashur vëllezër, të nderuar nëna dhe motra. Agjëruesi është i veçantë. Ndjenjat e tij janë të veçanta, por edhe shpërblimi i tij është i veçantë, sepse tërkohën ai është në adhurim. E kënaqësia më e madhe e tij është kur afrohet koha e iftarit. Jo pse ka arritur koha për ta prishur agjërimin, mirë po ky moment është i veçantë, sepse në këtë moment pranohen lutjet dhe duat tona. Andaj bëjë një jetë dhe bëjë një praktik 5 minuta para kohës së iftarit. Të ngritim duart lart dhe të kërkojmë prej Zotit, të lypim Zotin dhe të bindur në shpërblimin dhe ndihmën e Zotit fuqiplot. Koha ndërmjet ezanit dhe ikametit është një kohë e veçantë për të bërë dua. Është kohë kur Allahu na shikon ne dhe na përgjigjet ne. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Lutja
duaja ndërmjet ezanit dhe ikametit nuk refuzohet. Andaj lutni në këtë kohë, bëjni dua në këtë kohë për vete, për familjen, për fëmijët, për vëllezërit, motrat tuaja. Mos e harroni dua, sepse nuk ka njeri që nuk ka nevojë për dua. Të gjithë, pa përjashtim, ti përmendim lutjet tona, ti përmendim me emra lutjet tona, mos t'i harrojmë ata, sepse edhe ne kemi nevojë që dikush të na përmend lutjet e tij dhe ndohat e tij. Kur jemi në sejdë, njeriu është më së afërmi me Zotin kur është në sejdë. Pozita e sejdës dhe mënyra e sejdës është madhështore, sepse e vetmja për ulje që e ngrit njeriu është sejdja. Të gjitha për ulje tjera e nënçmojnë njeriu, e përbuzin atë, e likështojnë atë, e nënçmojnë atë. Për ulja e vetme që e ngrit njeriu, e bën madhështor atë, është sejdja. Dhe sejdja nuk bëhet për askë, vetëm për Allahun fuqiplot. E në sejdë, jo në namazë farze, por namazë nafile, paraqit e kërkesën të Zotit. Lutju atij, kërko prej tij, dera atij është e hapur, porta e atij është e mbushur, e stërmbushur, ajo është ghani i pasur, porta e Zotit nuk harxhohet. Pasuria e Zotit nuk harxhohet. Allahu ka për të gjithë, por pret që unë edhe ti kërkojmë atij. Kërkoj Zotit, lypi Zotit, shprehju Zotit. Mos u ngushto në duan tënde, por lypi atij, kërko prej tij dhe bindu që vetëm ai mund të ndihmoj, vetëm ai mund të udhëzoj, vetëm ai mund të pasuroj, vetëm ai shëndetin mund të ruaj, vetëm ai pasurinë tënde mund të shtoj, të begatoj, të bëjt bereqeshme, vetëm ai mund të ruaj familjen tënde, vetëm ai mund të ruaj fëmijët e tu, edhe vetëm ai të ka në kujdes ty. Andaj, ai pret që ti atij ti dorëzohesh, atij ti lutesh, atij ti nënshtrohesh dhe prej tij të kërkosh. Koha tjetër e favorshme është dita madhështore, ditë e Xumë, ditë kur musliman bashkohen, musliman vllazërohen, musliman me një qëllim shkojnë Allahun për të adhuruar, prej Zotit për të kërkuar, atij për t'ju nënshtruar. Në ditën e Xumë, Muhamedi alayhis salam ka thënë, është një moment, një orë, një çast në të cilën nëse robi e lut Allahun, nuk ka dua që Allahu nuk e pranon. Shfrytëzoni këtë ditë, jeni të veçantë në këtë ditë, sepse me të vërtetë kjo ditë është e veçantë. Çdo Xumë është e veçantë, çdo ditë e Xumë është e veçantë. Nuk janë të njëjta të gjitha Xumë, por veçantinë e Xumës e bëjmë ne. Madhështinë e Xumës e bëjmë ne. Mos lejoni që dita e Xumë të kalojë si ditët e tjera, sepse është e veçantë. Dhe Allahu na shikon ditën e Xumë në mënyrë të veçantë. Andaj, nga fillimi i namazit sabah, ta shfrytëzojmë këtë ditë, të mundohemi në këtë ditë, sepse kjo ditë është për ne. E fundit prej shumë kohëve, por mos të qeni një zgjatur në këtë ligjërat është kur njeriu është në udhtim. Duaja e udhëtarit pranohet, lutja e udhëtarit pranohet, kërkesa e tij pranohet, por këtë kërkesë e pranon Zoti. Këtë kërkesë e mirëpret Zoti, këtë lutje e don Zoti. Mbi të gjitha, mos harroni që Allahu i madhruar në Kur'an na ka thënë: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'wata ad-da'i idha da'an." Muhamedi alayhis salam i ka thënë Allahu fuqiplot, kur të pyesin robërit e mi për mua, ne po pyesim ku është Zoti, çka më thon? Fa inni qarib. Thuaj o Muhammed, unë jam afër tyre. I përgjigjen lutjeve që lutësi më bën. Këtë ajet e ka thënë Zoti në Kur'an. Këtë premtim e ka thënë Zoti në Kur'an. E premtimi i Allahut është i vërtetë. Përgjigja e tij karshit ne është e vërtetë. Andaj lutuni dhe lutuni, sepse Allahu kërkon prej nesh që ne të jemi fukara dhe lëpës para Zotit, e të gjitha kërkesat
ai na I pranon, na I miraton dhe na shpërblen këtë botë në botën tjetër. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.